Faleminderit jeta për fjalën, por edhe për gjithë angazhimin që keni bërë për këtë kauzë. Nderuar Presidente, zonja Tipete Jahjaga, zëvendës Kryeministre dhe Ministre e Drejtësisë, zonja Donika Gërballa Shfarc, i dashur Vasfie, i dashur Dan, Edi, ambasador Feride, Leonora, Vlora, të gjithë ju të pranishëm në këtë konferencë të rëndësishme, përfaqësues apo drejtues të organizatave të shoqërisë civile, nga policia, sistemi i drejtësisë, pra prokuroria dhe gjykatat dhe institucionet tjera dhe media që po e përcjellin këtë konferencë, ndonse do duhej që në tema të tilla të kishim pjesëmarrje më të madhe të mediave. Të nderuar pranishëm, në Kosovën e pas luftës shumë gjëra u numëruan, shtëpitë e djegura, masakrat, njerëzit e vrarë, të pagjeturit, dëmet, varret, kolonat e gjata. U numërua ajo që shihej, por ajo që kishte mbetur brenda njeriut, mbeti pa emër dhe pa vend në rrëfimin ton publik. Dhuna seksuale gjatë luftës ishte një prej krimeve që u mbajt shumë gjatë në heshtje. U bë streh për një dhimbje që njeriu e mban me vete, edhe kur mbaron lufta. Për këtë krim, fjala erdhi vonë nga se rrethohej me shumë frikë, shumë turp dhe shumë gjykim. Për këtë arsye sot duhet flasim me shumë kujdes. Rrëfimi u takon personave të dënuar gjatë luftës. Ne jemi këtu për ta thënë qartë se Republika e Kosovës, Republika jonë nuk ka borxh, njohje, drejtësi dhe kujdes shtetëror. Dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale na kujton se dhuna seksuale gjatë luftës nuk ishte pasojë anësore e luftës. Ishte krim që synonte jo vetëm trupin e njeriut, por edhe familjen, bashkësinë, por edhe vetë ndjenjen e sigurisë në një shoqëri të tërë. Prandaj dua të theksoj se turpi nuk u përket personave të dënuar gjatë luftës, pra të dënuar seksualisht gjatë luftës. Ai përket krimit dhe atyre që e kryen krimin, atyre që e urdhëruan dhe atyre që e mohuan. E ata që e kryen këtë krim dhe e urdhëruan duhet të ndëshkohen nga sistemi jonë i drejtësisë. Në këtë drejtim, shumë pak është bërë pas përfundimit të luftës. Fatkeqësisht, misionet ndërkombëtare që erdhën në Kosovë për këtë qëllim, asnjëherë nuk u morën seriozisht me adresimin e krimeve që Serbia i ka bërë në vendin tonë. Këtë e kam thënë edhe më herët, këtë e përsëris sërish. Asnjë prej misioneve që kishin ardhur që të merren me krimet e luftës, në fakt nuk ishin marrë me krimet e luftës. Viteve të fundit, unë besoj pajtohemi që ka pasur përparime në këtë drejtim, ndonse kaq shumë krime janë bërë nga Serbia në Kosovë, saqë edhe veprimet që janë ndërmarrë viteve të fundit na duken pak. Prandaj me këtë rast, unë thras institucionet e drejtësisë që të ndërmarrin veprimet dhe të mos ndalin angazhimin për adresimin e krimeve të luftës. Tashmë fatmirësisht ka edhe dënime të personave që kanë dënuar seksualisht gjatë luftës, ka edhe shumë hetime e aktakuza. Në këtë rast duhet të falenderoj zonjën Feride Rushiti për punën e madhe që ka bërë në këtë drejtim, por edhe gjitha organizatat që në fakt e kanë zëvendësuar shtetin, sepse është shteti jonë që është dashur që të merret që nga përfundimi i luftës me këtë çështje, por që shumë vonë janë ndërmarrë veprime që ndërlidhen me fuqizimin e institucioneve të drejtësisë, me rritjen e numrit të policëve, me strategjinë për drejtësinë tranzicionale, me gjykimin në mungesë po ashtu. Prandaj puna e institucioneve të Republikës Kosovës do të vazhdojë, sepse krimet e luftës, siç e dim, as nuk falen, pra nuk amnistohen, as nuk parashkruhen. Dëshkimi i kriminalëve përveç tjerash dërgon edhe mesazh të qartë se shkeljet e rënda të drejtave të njeriut nuk do të mbeten pa ndërshkim, prandaj edhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mos ndalet puna dhe angazhimi, por edhe me rastin e aktgjykimeve dënuese për krimet e luftës, shtohet edhe besimi në institucione dhe njihet vuajtja e personave të dënuar gjatë luftës. Republika e Kosovës ka bërë hapa të rëndësishëm pra në njohjen e statusit personave të dënuar gjatë luftës,
Komisioni Qeveritar, organizatat e grave, aktivistët, psikologët, juristët, gazetarët e përgjithshëm dhe shumë njerëz të tjerë të ndershëm e të palodhur kanë bërë punë që nuk shihet gjithmonë publik, por që ka peshë të madhe në jetën e njerëzve. Por njohja nuk merr kuptim vetëm kur shkruhet në letër, merr kuptim kur njeriu trajtohet me dinjitet, kur nuk dyshohet, kur nuk ekspozohet dhe kur nuk endet rrugëve nga një derë në derën tjetër. Në këtë frym kam emëruar dhe zonjën Vasfie Krasniqi Gudman dhe zonjën Shyrete Tahiri Sulimani si të dërguarat posaçme për çështjen e personave të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Ato po bëjnë një punë të jashtëzakonshme bashkë me Danin për ta mbajtur gjallë kërkesën për drejtësi, për ta kthyer njohjen e të mbijetuarve në detyrë shtetërore dhe për t'i dhënë kësaj çështje vendin që i takon në ndërgjegjen publike të Kosovës. Së fundi, në presidencën e Republikës Kosovës është hapur zyra për mbështetjen e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës si një hapësirë e sigurt për dëgjim, këshillim, orientim dhe mbështetje. Në emër të institucioneve të Republikës Kosovës dua të shpreh mirënjohje të thellë të gjithë atyre që për vite me radhë kanë mbajtur këtë çështje në dritë. I falenderoj të mbijetuarit dhe të mbijetuarat që kanë folur kur ka qenë shumë e rëndë, por edhe ata që ende nuk kanë folur. I falenderoj organizatat që kanë qëndruar pranë tyre, Komisionin Qeveritar, profesionistët e shëndetit mendor dhe gjitha gratë që e kanë shtyrë përpara këtë çështje me punë, me durim, por edhe me shumë guxim. Shteti nuk mund ta zhvojë atë që ka ndodhur, por shteti është i pranishëm me mekanizma, me njerëz dhe me institucione që po e bëjnë rrugën më të lehtë për të mbijetuarit dhe të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës. Unë i bashkohem thirrjes së komisionit që të aplikohet për njohje të statusit, sepse kësaj edhe evidentohet një krim i rëndë që ka ndodhur në periudhën e luftës, por edhe shteti tregon për kujdesje për personat e dhunuar seksualisht gjatë luftës. Ju falenderoj shumë. Kjo ditë na fton të reflektojmë jo vetëm për një krim të kryer gjatë luftës, por mbi pasojat e tij afatgjate, të cilat vazhdojnë të prekin jetën e të mbijetuarve, të familjeve të tyre të shoqërisë tonë, edhe më shumë se një çerek shekulli pas përfundimit të luftës në Kosovë. Dhuna seksuale në konflikt nuk është një pasojë e pashpangshme e luftës. Përvoja konflikteve në barë botën, ashtu si dhe në Kosovë, ka dëshmuar se ajo përdoret si një strategji e qëllimshme lufte. Nuk synon vetëm trupin e viktimës, synon dinjitetin e individit, kohezonin e familjes dhe vetë strukturën e komunitetit. Përmes saj kërkohet të mbillet frika, të mbrodhohet nështrimi dhe të thyhet rezistenca e një popullate të tërë. Në Kosovë, raportet e organizatave ndërkombëtare që dokumentuan krimet e luftës evidentuan se përdorimi dhe format e tjera të dhunës seksuale nuk ishin incidente të izoluara, por strategji lufte. Ky krim u krye në shtëpi private gjatë dëbimit të dhunshëm të popullsisë, në qendra ndalimi dhe në rrugët e eksodit. Shumë prej këtyre akteve u shoqëruar me forma të tjera torture, poshtrimi dhe çnjerëzimi. Dhuna seksuale u ushtruan ndaj grave e vajzave, ndaj burrave e djemve. Nuk kishte diskriminim, pasi qëllimi ishte i qartë. Qëllimi ishte që ky mjet lufte të përdorej për të kryer gjenocid ndaj popullatës civile në Kosovë. Megjithatë, përkundër dokumentimit të hershëm të këtyre krimeve, për shumë vite historia të mbijetuarve mbeti krejtësisht e pathënë. Jo për mungesë të së vërtetës, por për shkak të stigmës paragjykimeve, duke shkaktuar kështu një barë të rëndë që viktimat u detyruan të mbartin mbi vete. Prandaj sot kur flasim për njohje, flasim për njohjen publike të një të vërtete historike. Flasim për pranimin institucional të vuajtjeve që për shumë kohë mbetën në heshtje, nevojën për mbështetje nga të gjithë aktorët e shoqërisë dhe mbi të gjitha për drejtsinë e cila është ende duke munguar. Kosova ka shënuar progres të rëndësishëm. Tashmë kjo temë nuk është tabu në shoqërinë tonë. Madje Kosova është një ndër shtetet të cilat është duke ofruar shembuj për shoqëritë të tjera në mbar botën, të cilat fatkeqësisht përballen me këtë mjet lufte. Të ofrojmë shembull se si duhet të ndërtohen mekanizmat institucional në ofrimin e njohjes ligjore për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Kosova është pejtare shumë nismave për njohjen e këtij krimi në mbar botën, si dhe nismave që synojnë parandalimin e përdorimit të këtij mjeti lufte. Procesi njohjes dhe verifikimit të statusit të personave të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë
ka krijuar një mekanizëm që mëson të mbijetuarve të kërkojnë njohje dhe një mbështetje nga shteti. Është duke bërë një punë e madhe në këtë drejtim nga anëtarët të komisionit profesional dhe nga sekretaria, të cilët në qendër të tyre kanë të mbijetuarit. Prandaj, unë do dëshiroja që ftoja për një duar trokitje për anëtarët e komisionit qeveritar dhe për të sekretarisë si një shenjë mirënjohjeje për punën kolosale dhe humane që ata e bëjnë për ditë. Ju faleminderit. Megjithatë, sfidat mbeten, ato vazhdojnë të jenë të pranishme. Shumë persona ende hezitojnë të aplikojnë. Shumë familje vazhdojnë të kenë të vështirë të trajtojnë këtë çështje hapur. Pikërisht për këtë arsye, konferenca sotme nuk ka të bëjë vetëm me kujtesë, por ka të bëjë me një thirrje me mesazh të qartë për gjithë ata që ende nuk e kanë kërkuar njohjen e statusit të tyre. Mesazhi është i qartë: ju nuk jeni vetëm. Institucionet e Republikës së Kosovës, shoqëria civile dhe e gjithë shoqëria e njohin vëjtjen e juaj, e njohin të drejtën tuaj për dinjitet dhe mbeten të përkushtuar që ky proces të zhvillohet me profesionalizëm, respekt dhe konfidencialitet. Andaj, ju lutem, aplikoni.